Mjalti me rigon, si ta përdorni kundër dhimbjeve të stomakut dhe kokës. Rigoni është pjesë e pandashme shumë kurave tradicionale natyrale në të mirë të shëndetit. Gjethet e tij janë të pasura me antioksidant dhe flavonoid të rëndësishëm për trupin dhe mendjen. Antioksidantët mbrojnë qelizat nga radikalet e lira. Këto të fundit janë kimikate të paqëndrueshme që formohen nga ushqimet apo substancat e dëmshme. Ato gjenden në lëkurë kur jeni të ekspozuar në rrezet e diellit, por edhe akumulohen organe ku ekspozohen ndaj toksinave mjedisore siç është tymi i duhanit. Me kalimin e kohës, radikalet e lira dëmtojnë qelizat, membranat e tyre dhe ADN-n. Ato mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve kronike dhe sëmundjet e zemrës. Rigoni është shumë i shëndetshëm për stomakun dhe zgjidh shumë probleme me tretjen që shkaktojnë dhembjen e tij. Kjo bimë mjekësore është efikase kundër dhimbjeve të kokës, sidomos nëse kombinohet me mjaltin. Në këtë video do të mësoni se si të përgatisni mjalt me rigon, një kurë të cilën mund ta përdorni për dhimbjet e stomakut apo të kokës. Si të përgatisim mjaltin me rigon? Për të përgatitur këto produkte të veçanta, ju nevojitet një rigon i freskët dhe mjalt organik. Mbushni gjysmën e kavanozit me rigon të freskët ose çerekun e tij nëse keni rigon të thatë. Më pas, mbusheni kavanozin me mjalt, përzieni mirë me lugdruri dhe përpiquni të eliminoni të gjitha bulzat që dalin në sipërfaqe. Mbylleni kavanozin dhe mbajeni atë për një muaj në një vend të ndriçuar. Her pas here tundeni kavanozin për të mundësuar një përzierje më të mirë të përbërësve. Në fund të muajit kullojeni mjaltin dhe hidheni atë në një kavanoz të pastër. Përdorimet e mjaltit me rigon. Ky mjalt nuk është aq i ëmbël sa të përdoret për ëmbëlsira, megjithatë, ato mund ta përdorim në gatime të kripura, kryesisht në mishviçi, mishpule dhe perime fure. Përveç përmirësimit të shijes së ushqimit, mjalti ofron dhe një dozë të fortë antioksidantësh për imunitetin, sidomos gjatë stinës së virozave dhe gripit. Nëse keni probleme me stomakun apo dhimbjet e kokës, ekspertët rekomandojnë që të merrni një lugë gjelle nga ky mjalt, ta tresni atë në një ujë të ngrohtë dhe ta pini si çaj. Këtë kurë mund ta bëni për rreth 20 ditë.